konstituimin e institucionit. Është problem kur të fillojnë deputet munik penalisht në parlament për shkak të veprimit, po mos veprimit tyre politik, pastaj kalojmë në një terren tjetër, që është shumë i rrezikshëm. Në popull do duhet me e ndëshku një logjik të tillë bllokuese. Po, duhet me ndëshku absolutisht, po në vota. Me vot. Po, gjithsesi. Jo domosdoshmërisht edhe vetëm me vot, por edhe me protestë. Po, gjitha mjetet politike mund më përdor, po mjetet penale s'mund më përdor, PDK sot e paskaquar në prokurorin speciale, domthon ajo është për një ka ndërzuar në fakt edhe për idenë e funksionimit mbajtjes në fakt të dy pozitave dhe ministra dhe deputet. Ka një kundërthonje të s'kan çfarë më lejohet vetëm në plotësim shkurt. Ka një kundërthonje, më thonë ekziston një ligjërim politik i vetvendosis që është e qartë në gjykimin e gjykatës kushtetuese që duhet me u kry konstituimi i kuvendit brenda 30 vite, po s'ka dispozitë ndëshkuese. Prandaj na po thonë na po vazhdojmë se s'ka dispozitë ndëshkuese. Nuk ka, besojnë në kushtetut kërkojnë asnjë vend botës që si ligji në fund i ka dispozita ndëshkuese. Për mos respektim kësaj dënohesh 5000 euro. Nuk ka, kushtetuta është akt cilin supozohet që duhet me respektu ose penalizohesh kolektivisht. Populli penalizon. Eksakt. Por se duket që vetëvendosja se ka këtë problem. Sepse ajo e po... Ata konsiderojnë që popullin e kanë mas, edhe nëse e shkelin kushtetutën, mendoj që është pastaj një rrafim tjetër. Ajo po përballet për herë tretë si parti fituese, e cila e ka fitu përkrajen më të madhe popullore. Atë jep të drejtë që ti me e shkatërru institucionin. Jo me shkatërru institucionin, veç se që 3 parë zgjedhje e kemi partin e cila po i fiton zgjedhjet, ne po dalim zgjedhje, po krijojnë shumica stabile. Po se e ka diskreditu gjykatën kushtetuese